Nxënësit në të gjitha gjimnazet në vend përfshi edhe Vlorën, po përgatiten për Festivalin e Shkencës 2026. Festivali i Shkencës synon të nxjisë kreativitetin, mendimin kritik dhe aftësitë kërkimore të nxënësve përmes projekteve inovative në shkencë, teknologji dhe matematik. Në këtë kuadër, nxënësit e gjimnazit Ali Demi në Vlorë kanë prezantuar këtë të martë punimet e tyre që do të vlerësohen nga juria. Përgatitjet për të parin aktivitet të këtij lloji në Vlorë dhe në vendin ton janë ndjekur nga afër edhe nga drejtuesi i arsimit në Vlorë, Gentiola Shehu. Kjo është një mundësi për nxënësit që të shprehin idetë e tyre dhe të eksplorojnë botën e shkencës. Mes entuziazmit, energjisë dhe pasionit për dijen e shkencën, të rinjt kanë sjellë ide të guximshme, eksperimente, prototipe dhe iniciativa që dëshmojnë për një përgatitje të shkëlqyer. Kemi këtu sapun dhe shampo bio, pa kimikate, kemi përdorur lëndë biodegraduese siç është glicerina, por gjithashtu dhe vajra esencial. Kemi marrë shampo në të cilat kemi matur pH-in dhe që themi që masa e pH-it, e cila është ajo perfektja, është 5 deri në 5.5, në të cilën masa duhet jetë 5 deri në 7. Sapunët kemi dy lloje, kemi sapun me hidroksid natriumi, të cilat janë për të pastruar rroba sintetike, por dhe me hidroksid kaliumi për kujdesin e lëkurës. Keni prodhuar? Po, të gjitha vetë. Kushte laboratorike, me vajra, me ujin e distiluar, me lëngun e rozmarinës, kamomilit, dhe të gjitha këto kanë benefite shumë të mira për lëkurën edhe për flokun. Ishte bashkimi i oksidit natriumit me ujin e distiluar dhe më pas me vajin e ullirit dhe vajin e kamomilit, të cilin ndihmon shumë edhe për hidratimin e lëkurës. Atëherë ideja ishte e përbashkët e nxënësve. Ne pam disa tema projekti dhe përzgjodhëm këtë që mund të realizonim edhe në kushte laboratorike në shkollë. Zgjodhëm dy produkte, produktin e sapunit, sapun dhe shampo bio, në mënyrë që janë dy produkte të cilët përdoren shumë edhe në jetën e përditshme për higjienën personale. Kemi përdorur vetëm këto substanca bio, të cilat nuk e dëmtojnë mjedisin, pra janë degraduese dhe jo degraduese siç janë këto sapunët me kimikate. Këtu kemi përdorur me esenca të ndryshme vajore, siç ishte vaj rozmarinës, vaj kamomilit, kemi përdorur mjaltin për të ulur pH-in dhe për vetitë e tij antioksiduese, qoftë në sapun, qoftë edhe tek shampoa. Veten ose mund t'ja bëjmë mësuesja këtë quiz. Ka 3 nivele vështirësisë me pyetje të ndryshme. Dhe në fund fare kemi inteligjencën artificiale. Ne kësaj inteligjencë artificiale mund t'i japim simptoma të ndryshme dhe në bazë të këto simptomave ajo kalkulon dhe gjen përqindjen e sëmundjes që mund të kesh. Por duke u bazuar në sisteme kështu nuk mund të jemi gjithmonë të saktë. Ndërtimi është bërë në bazë me HTML dhe me JSS dhe është çdo gjë është interaktive. Sistem automatik për kyçjen e telefonit. Arsyeja pse është i krijuar se siç e dim në shkollat shqiptare ka shumë probleme për mbajtjen e telefonave, sidomos në kutit. Kutit janë të bëra me kyçe me çelësa dhe hapen shumë thjesht. Atëherë si funksionon ky projekt? Telefoni merret dhe do të futet brenda. Një nxënës ka një çip me vete, i cili lejon hapjen ose mbylljen dhe më pas bëhet mbyllja. Dhe siç e shikojmë nuk hapet. Tani lejohet depozitimi, pas mësimit lejohet përsëri funksionimi i çipit dhe bëhet hapja. Në fund nxënësi mund ta marrë telefonin dhe kështu mbyllet dhe ora e mësimit. Ky projekt është simulimi i gjithë përfshirjes së zemrës dhe qarkullimi 3D, tregon më mirë dhe i strukturuar qarkullimin e madh të gjakut dhe pjesën e pompimit të zemrës. Ky është bërë me pompim filtrimi të pjesës së akuariumit, e cila është e zvendosur me pjesën e gjakut. Tregon më mirë se në librat apo në teknologji programimin dhe si qarkullon gjaku i madh dhe pjesën e pompimit të zemrës. Drejtori i gjimnazit Ali Demi në Vlorë, Roland Dervishaj, thotë se Festivali i Shkencës është pritur me entuziazëm të madh nga nxënësit. Është një aktivitet që zhvillohet për herë të parë, është pritur me mjaft interes nga të gjithë nxënësit. Janë rreth 24 projekte të prezantuara. Interesimi ka të bëjë jo vetëm me avantazhet e drejt për drejta, por edhe me ato të perspektivës. Nxënësit mësojnë që të hulumtojnë, të analizojnë
të argumentojnë në mënyrë shkencore, po kështu evidentojnë edhe aftësi tjera si puna në grup, bashkëpunimi e në fund ajo që është dhe kryesorja, motivimi apo vlerësimi i punës së çdo njërit. Cili është qëllimi i këtyre projekteve dhe çfarë do të ndodhë më pas me to? Ne gjithmonë themi aftësimi nëpërmjet kalimit nga teoria në praktik, ky është rasti më i mirë për të kthyer në praktik gjithçka që din nga teoria. Kuptohet faza e dytë, ne do të prezantojmë me 3 projektet më të mira që do të vlerësohen nga juria. Kuptohet për jurinë është detyrë e vështirë sepse në vëmendjen time në çfarë pam deri tani punët ishin gjitha cilësore dhe do të jetë e vështirë për të përzgjedhur paktën 3 përfaqësues. Puna dhe përkushtimi i nxënësve reflektojnë potencialin e madh që ka brezi i ri në fushën e kërkimit shkencor dhe inovacionit, duke cilësuar festivalin si një hap të rëndësishëm në promovimin e dijes dhe zhvillimin teknologjik në shkolla.